Kuvendi i Kosovës ka nisur këtë të njëjtë seancën konstruktive të legjislaturës së re, duke hedhur hapin e parë drejt funksionalizimit të parlamentit të ri. Në nisje të punimeve u miratua përbërja e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve të deputetëve. Drejtuesi i seancës Zafni Dehari u bëri thirrje subjekteve politike të propozonin përfaqësuesit e tyre në këtë komision, i cili u miratua me 118 vota pro dhe 1 abstenim. Ka 119 deputetë të pranishëm në sallë. Në përbërje të komisionit janë Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje, Përparim Gruda nga Partia Demokratike e Kosovës. Në përbërje të komisionit janë Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje, Përparim Gruda nga Partia Demokratike e Kosovës, Besjan Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Time Kadriaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Komisioni ka për detyrë të verifikojë mandatet e deputetëve të zgjedhur, një procedurë e domosdoshme për konstituimin e kuvendit. Megjithatë, vijimi i seancës u ndërprej pasi Lëvizja Vetëvendosje nuk paraqiti kandidat për postin e kryetarit të kuvendit. Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti deklaroi se nevojitet më shumë kohë për negociata me partitë opozitare me synim arritjen e një marrëveshje politike dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Kurti bëri të ditur se ka zhvilluar takime me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza dhe kreun e LDK-s Lumir Abdigjiku, ndërsa theksoi se dialogu me LDK-n ka rifilluar pas një ndërprerjeje. Sipas tij, procesi i konstituimit të kuvendit nuk duhet të çojë në zgjedhje të parakohshme, ndërsa kërkoi kohë shtesë për të vijuar bisedimet edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Pas këtij zhvillimi, drejtuesi i seancës Zafni Dehari njoftoi shtyrjen e punimeve. Data e vazhdimit të seancës pritet të përcaktohet pas konsultimeve mes forcave politike.